Vetëm 8 kokra trëndafili egër japin lamtumir çdo problemi, ja si ta përdorni. Trëndafili egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij në lehtësimin e njësër komplikacionesh janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e problemeve janë fruti, që përfitohet pas tharjes luleve. Frutat e trëndafilit e egër ndihmojnë mjaft mirë në lehtësimin e disa problemeve mjaft të prapura. Në ndihmën të madhe u ka dhënë edhe personave që vuajnë nga anemia. Për rritjen e numrit të rrallzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, ekspertët këshillojnë që të pini 2 herë në ditë nga një gotë nga çaji përfituar nga frutat e coptëzuara të bimës. Për përgatitjen e këtij çaji duhen 8 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për 10 minuta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Më pas ëmbëlsohen dhe pihen çdo ditë para buke. Rezultate të mira jep kjo bimë edhe në parandalimin e problemeve të mushkrive, të shkaktuara nga ftohja ose prirja e tepërt, sidomos të ambienteve të ndotura. Shpesh dëmtimet e mushkrive shoqërohen gjithashtu edhe me shfaqjen e kollës. Mënyra më e mirë për largimin e saj është edhe çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë deri në lehtësimin e plotë, kur kolla të mos ketë më shqetësime. Ashtu si dhe shumë bimë të tjera, trëndafili i egër është një qetësues shumë i mrekullueshëm i shëndetit, sidomos për dhimbjet e stomakut dhe lehtësimin e problemeve, sidomos ato të dhimbjeve të fryrjeve dhe barkut gjatë ftohjes. Ekspertët këshillojnë 2 gota çaj në ditë përpara buke dhe do të keni lehtësimin e shpejtë. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj do t'i japë efekte të menjëhershme. Te njerëzit që vuajnë gjithashtu nga problemet e depresionit, këshillohet të pihet çaji i trëndafilit e egër. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e këtyre situatave mjaft shqetësuese dhe mund t'i japë gjithashtu lehtësimin e duhur të shëndetit tuaj. Këshillohet të pihet çaj nga trëndafili në mënyrë të rregullt. Pirja e çajit do të ndihmojë në lehtësimin e situatave. Jo vetëm fruti i bimës, por edhe vaji që nxirret prej saj, prej gjetheve të tij mund të lehtësojë një sër komplikacionesh, por gjithmonë duhet të përdoret në mbikëqyrjen e një eksperti në mënyrë që të evitohen gabimet në përdorim. Rezultate të shkëlqyera jep edhe për problemet e tëmthit dhe rritësasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen çdo mëngjes. Kjo duhet të bëhet gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gjithashtu gabimet. Vaji këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve të femrat. Shumë i rëndësishëm vaji i bimës në lehtësimin e problemeve të ndryshme, sidomos atyre të lëkurës. Në përbërës të vajit ekzistojnë substanca që mundësojnë përmirësimin e shëndetit. Duke nisur nga përfitimet, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli nëse e merr atë nga pesha e tij. Përgatitja e një doze të lëngut përdoret edhe si tonik në saj të përbërësve të saj antiinflamator. Kjo bimë e çmuar ndihmon në parandalimin e rrullave gjithashtu edhe në plakjen e parakoshme, duke i dhënë lëkurës tuaj përfitimet e duhura në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Trëndafili i egër është një ndihmë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Siguroni ta përdorni atë me kujdes në mënyrë që përfitimet e tij të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu të plota. Kokrat e trëndafilit e egër janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese me efekte të mira për shëndetin e njeriut. Kokrat e trëndafilit e egër janë të gatshme për të përcjellë të gjitha vlerat e tyre ushqyese edhe në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të shëndetit. Trëndafili i egër është i gatshëm të përdoret edhe për shkak të ndikimit të tij në dobi të vlerave që ka. Me qindra vite, familjet shqiptare kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit të egër, por edhe bimëve të tjera mjekësore, të cilat kanë grumbullimin destinacion eksporti, por edhe tregun vendas, duke cilësuar kështu trëndafilin e egër si një bimë mjaft të rëndësishme në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Trëndafili i egër ose emri i tij shkencor Rosa canina ka vendlindjen në Europë dhe Shqipëria është një prej vendeve më të bekuara me këtë bimë të veçantë, e cila jep rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtëson komplikacionet e tij. Kjo shkurë e egër
Është me degë gjëmbore dhe arrin deri në 4 metra lartësi. Ka rrënje të gjata dhe fibroze dhe përfitimet që jep shëndetit janë të larmishme. Degët e saj çelin lule të bardha ose ngjyrë roz, nga 5 deri në 7 petale nga fillimi i pranverës deri në verë. Kokrat e trëndafilit e egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë gjithashtu të pasura edhe me vitamina dhe acide yndyrore, antioksidant, madje përdoren gjithashtu edhe si zgjidhje mjaft të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kokrat e trëndafilit e egër përdoren në formën e çajit, por mund të bëhen gjithashtu edhe reçel. Gjithashtu, varieteti i tyre i thatë mund të përdoret si çaj dhe është nga më popullorët në përdorim. Në këtë video, sipas Teptuel, do të rëndisim disa nga vetitë shëruese të trëndafilit të egër, të cilët mund t'japin shumë përfitime shëndeti dhe lehtësimin e komplikacioneve. Trëndafili i egër është i pasur plot me antioksidant. Këto kokra që kanë nëpër masat e qershive janë një thesar i vërtet i antioksidantëve të rëndësishëm, të cilët i dhurojnë njerëzve shumë përfitime. Zakonisht i gjejmë ato në ngjyra portokalli dhe të kuqe. Ato janë të pasura me nivele shumë të larta të vitaminës C, që janë antioksidant të fuqishëm. Ato përmbajnë karotenoide dhe substanca të tjera bioaktive, të cilat do t'i japin një mbrojtje të mirë shëndeti dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Kokrat e trëndafilit e egër janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga problemet e luhatjes së sheqerit në trup. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar probleme siç është diabeti. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit e egër në parandalimin e këtyre substancave të dëmshme dhe vunëre së ekstrakti i tij. Siç është etanoli, të trëndafili e egër shërben si një antioksidant shumë i fuqishëm, hipoglicemik dhe antidiabetik, shumë i rëndësishëm në betejën e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët edhe më optimist nga përbërësit e trëndafilit e egër se mund të luajë një rol shumë të mirë në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Trëndafili i egër është një bimë e cila mund të luajë një rol pozitiv në betejën kundër melanomës së lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e diellit, krijohet terreni për melanomën, që është një nga problemet më të dëmshme të lëkurës, që nëse lihet pa u trajtuar për një kohë të gjatë mund të krijojë komplikacione dhe të rrisë gjithashtu dëmtime të shëndetit të lëkurës. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit e egër kanë efekte penguese ndaj enzimave dhe krijojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të tyre dhe parandalojnë gjithashtu edhe këto shqetësime. Ndaj përdorimi i trëndafilit e egër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për shëndetin e lëkurës. Trëndafili i egër është një bimë që mund t'japë përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës te personat obez. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolin në gjak, si rrjedhoi ul shanset për të pasur sëmundje vaskulare, gjithashtu edhe për të pësuar humbje të jetës në mënyrë të tillë. Shumë studime janë bërë mbi rolin e trëndafilit e egër në mbrojtjen e shëndetit, dhe ata e cilësojnë atë si një nga bimët më të rëndësishme ushqyese që mund të luajë rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tilla. Trëndafili i egër është një bimë e cila mund t'japë përfitime shumë të mira edhe kundër problemeve të ftohjes që vijnë sidomos nga ndryshimi i stinëve. Trëndafili i egër ka nivele të larta në përmbajtjen e tij të vitaminës C. Si rrjedhoi mund të mbrojë gjithashtu edhe kundër ftohjes dhe rënies së lartë të imunitetit. Për më tepër, trëndafili i egër u vjen në ndihmë gjakut dhe kockave, duke i dhënë atyre elementet më të mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdorimi i trëndafilit të egër në dietën tuaj do të përmirësojë imunitetin tuaj. Trëndafili i egër është një bimë shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të lëkurës. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër në trajtimin e disa problemeve të lëkurës mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për ju. Ndaj përdoreni me kujdes dhe brenda normës për të marrë përfitimet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.